Hej, përshëndetje nga unë Margarita. Sot zemra ime është e mbushur më shumë se kurrë, sepse kam përjetuar nga afër çfarë do të thotë dashuri pa kushte dhe energji e pastër. Para 2 ditësh isha pranë qenushës së nipit tim, ndërsa ajo lindte dhe solli në jetë 11 këlysh të vegjël. Ajo me atë heshtjen e saj, edhe pse me dhimbje pa ankesa, pa frikë, vetëm tregonte instinkt, forcë, dashuri që nuk kërkon asgjë në këmbim. Në ato momente ajo më besoi plotësisht. Më lejoi të jem aty pranë saj në një nga çastet e saj më të shenjta. Dhe ai besim më preku jashtëzakonisht. Aq sa, sepse ai besim nuk fitohet me fjalë, por fitohet me zemër. Çdo frymë e saj, çdo këlysh i vogël që vinte në jetë, ma mbushte zemrën me paqe, me mirënjohje, me përulësi. Ishte tamam si një kujtesë e butë nga jeta që dashuria e vërtet ekziston. Dhe ajo është aty e qetë, por e fortë dhe plot duri. Kafshët ne na mësojnë diçka që shpesh ne e harrojmë në këtë botë të zhurmshme. Na mësojnë se si të jemi prezent, si të duam pa kushte dhe të mos kemi frikë të japim dashuri, edhe kur nuk dim se çfarë do marrim më pas. Unë aty pash jo vetëm lindjen e 11 këlyshve, por pash forcën e jetës, pash atë dashurinë në formën e saj më të pastër dhe më të ndershme. Dhe sot e di me siguri që kush ka një kafsh në jetën e tij, ka një mësues të heshtur, ka një burim energjie pozitive dhe një bekim nga Zoti që nuk mund të matet me fjalë. Dua jeni kafshët të gjitha në përgjithësi, sepse japin kaq shumë energji pozitive sa nuk mund ta mendoni. Unë ju falenderoj shumë që më ndiqni në videot e mia. Ju uroj sot të keni një ditë plot energji pozitive në vazhdim dhe shihemi në videot e tjera, në live-et e tjera. Mirupafshim nga unë Margarita.